Nuk është një shpike e jona, vetë tokfjalçi paqe fiskale ka lindur në Romën e vjetër dhe është një instrument i përdorur me mira vjet. Kështu u përgjigjet kryeministri Edi Rama kundërshtarëve politike, jo vetëm, për paqen fiskale, një nismë pjesë e paketës fiskale të vitit 2026, e cila do të nisë të zbatohet nga janari. Ky rishikim jep mundësi sipërmarrjeve të vetë korrigjohen, duke ribër deklarimet e viteve të shkuara dhe duke pasur si incentiv një tatim shumë më të ulët mbi fitimin se sa tatimi që paguani rregullisht. Pra për çdo pasqyrë të korrigjuar, fitimi tatohet vetëm 5%. Një përgjigje pati edhe për akuzat se kjo lëvizje ishte një formë amnistie. Dallimi është shumë i thjeshtë dhe shumë i qartë. Tu bëhet paqe me të gjithë ata të cilët nuk janë në konflikt aktualisht me ligjin në Republikën e Shqipërisë, të cilat afektojnë legitimitetin e të ardhurave. Kaq e thjeshtë është. Dhe për gjithë pjesën tjetër është siç tani më shkruhet në ligjin e miratuar. Ndërkohë kryeministri ishte i ashpër kur vjen puna tek ndërtuesit, të cilët kërkuan lehtësira në pagesën e taksës së infrastrukturës. Më keni mbrapa këmbës. Mua edhe gjithë çka janë që varen nga unë. Paqe me ndërtuesit nuk ka. Mbështetje ju që akoma deklaroni punonjës me 500.000 lek, kur e dim shumë mirë dhe ti dhe unë që nuk ekziston punonjës me 500.000 lek. Po nuk keni faju. Na i ka lidhur duar gjykata kushtetuese para ca viteve që ka vendosur që ne nuk mundet dot t'ju vendosim ju tavan, edhe juve lozni. Bashkë me urimin për vitin e paqes fiskale, kryeministri kishte edhe një mesazh për biznesin. Të gjithë janë të rëndësishëm, po më të rëndësishmit janë ata që punojnë për ju. Çdo gjë që ju hiqni prej tyre e keni në llogarinë e ferrit ku do përfundoni.